Vlasim gjërësisht mbi zhvillimet politike në vend, kam në studio kolegun Andi Bushati, kënaqësi që të kam studio. Zoti Bushati, për të ndalur pak edhe tek kërkesa e zotit Berisha, kërkon Departamentit Amerikan të Shtetit një hetim gjithëpërfshirës ndërkombëtar për parlamentarët e 11 majit, gjithashtu kërkon sërish një qeveri teknike. Si i sheh këto kërkesa? Nuk duhet marrë shumë seriozisht për qëllimin, pra që përmes Departamentit Amerikan do arritet qeveria teknike apo do ketë në një hetim ndërkombëtar, por natyrisht që është një përpjekje për sensibilizim për atë që ka ndodhur në Shqipëri në 11 maj. Dhe si e tillë nuk ka asnjë gjë të keqe. Pra, zhveshur nga forma që i lihet pak demokratëve të kuptojnë që tani në Amerikë do bëhet nami për zgjedhjet shqiptare, jo, s'ka për të bërë nami. Por, ama, është një hap për sensibilizimin për gjitha ato parregullsi, manipulime që kanë ndodhur këtu dhe kjo është gjë e mirë. Si e sheh veprimin e kryeministrit Edi Rama që i bëri një qërtim publik, le të themi, deputetëve që kërkonin që të merrnin videot për të parë nëse mund të kishte apo jo manipulim vote? Është veprim tipik i një autokrati. Pra që me fjalë i thot vetëve me përbuzje, ore, kush jeni ju tani që doni të shikoni sa vota keni marrë realisht? Unë me zi e mbylla këtë shqyqy që s'na ndodhi në një incident i madh, ju thoni tani që hajti e hapim prap. Dhe po ta shifje dhe gjuhën e Ramës, ishte kjo, do t'i hidhni material qeneris, pra edhe në qasje, Rama ka allë se çdo thonë mediat, jo sa e drejt ka qenë vota. Qoftë ajo për kandidatët e vetë, që mund të bëjë diferencën ndershmërisht midis një socialisti dhe një tjetri. Jo, nuk i duhet fare, sepse vota dhe demokracia nuk i vlejnë para imazhit. Ironike dhe bukura është kjo, që njeriu që i futit vetët në grevurie me sloganin hap kutit ose largohu, tani thot vetëve bëuni brojtar të kutive të mbyllura, s'ka pse hapen. Si e sheh këtë debatin? Në një krah kemi të ik Berisha, sepse çliron energji të tjera opozitare, në krahun tjetër është debati që Rama na vodhi votat. Unë besoj këtë të dytën, dhe jo se Rama ka vjedhur votat ose ka shqyer kutit, por Rama ka një projekt shumë më të keq, më të dëmshëm dhe me pasoja më afatgjata. Projekti Ramës është nështrimi i shoqërisë. Dhe një projekt nështrimi i shoqërisë patjetër që bën të pamundur zgjedhjet. Një projekt për nështrimin e shoqërisë do votime. Dhe këtu në 11 maj ndodhen votime. Ka 100.000 raste, bolt kapësh këto ngjarjet e sotme të Spakut, që nuk ishte njeri që nuk e dinte që troplinët po bënin kërdin në Durrës, dhe kuptohet qartë, do me thënë, cila ka qenë lidhja midis këtij pushteti, krimit dhe organeve ligjzbatuse, madje dhe Spakut që në mënyrë fare qesharake i latë mbarojnë punën zgjedhje dhe i arrestoi pas zgjedhje. Pra, besoj që çdo mendje normale e do apo se do Saliun, e do apo se do Edin, duhet bëj paqe me faktin që këtu nuk ka më zgjedhje. Pyetja dytë është që a duhet ikte Berisha? Në optikën time, ashtu si e kuptoj unë politikën, Berisha s'duhet ikte, sot duhet ikte që në 97-ën. Pra ti dështon njerë dhe skepsi që ndronë më në politikë, duhet largohesh. Berisha jo kaloj në 97-ën, kaloj 2005-ën e u rikthye prapë tani. Por problemi është, thënë këtë, nuk do me thënë që ne duhet ta vëmë tani theksin, a duhet iki Berisha apo jo. Kjo është një gjë që po spinohet fuqimisht nga propaganda e Ramës. Po pse, do thot njëri, pa je mundit, çdo tani të hiki. Pikërisht. Sepse po e ke parë në gjithë studiot televizive, debati, 90% debatit, e zë fakti a do iki Berisha,
çdo ndodhi me PD-n, po si ku Berisha, si do shkoj PD-ja në zgjedhje me një 95 vjeçar, dhe më gjej një studio televizive kur është bërë debati më i thjeshtë. Ore, këtu kanë ngaruar dy palë kryesore. Njëra palë thot ishte rezultati rregullt. Pala tjetër thot që zgjedhjet ishin të vjedhurat, manipuluara, të trukuara. Hajde bëjmë këtë debat me argumenta. Kush ka më shumë të drejtë dhe kush ka më pak të drejtë. Pra, ky do ishte debati normal i një shoqërie të lirë. Ore, mos po na gënjen PD-ja që thot u vodhën? Ore, mos ka të drejtë Rama që thot jo nuk u vodhën? Jo, por ky debat anashkalohet. Madje dhe gjëja më e lehtë e këtij debati, e raporti ose bëhe Odirit që flet për blerje vote, që flet për përdorim të administrativit. Jo, debati duhet që a do iki Berisha, a do e mbaj fjalën Berisha, a do e zbatoj Nenin Basha. Të bëj këtë një antar i Partisë Demokratike dhe lejohet. Nuk lejohet kur këtë e bën një njeri, një intelektual apo një gazetar që flet në emër të opinionit publik. Pse nuk lejohet? Nuk lejohet për një arsye të thjeshtë, se po të shohësh sot impakti i Sali Berishës dhe i Partisë Demokratike mbi jetët tona të secilit nga ne është zero. Berisha as nuk ka drejt na sjellë, as ka mundësi na sjellë ujë, as na rregulloi dritat, as na rrisi pensionet, as gjë. Zero. Mandje as të pengoj në një ligj në parlament s'ka më aq pak fuqi sa ka tani. Dhe ne diskutojmë dhe rajmë ujë në avan për njeri që nuk ka fuqi dhe për forcë politike që nuk ka fuqi ndikimi mbi jetën tonë, dhe anashkalojmë debatin mbi një forcë që ka pushtet absolut mbi shoqërinë dhe mbi jetët tona. Pse? Sepse mëkatet e pushtetit në një vend të palirë nuk duhen diskutuar. Dhe prandaj sponsorizohet ky debati i përhershëm që a do iki Berisha, apo çdo bëhet me PD-n, po iki Berisha, po e shtyn dot Berisha dhe 86 vjeç, po mirë mo dhe po se shtyu, do lindi opozit tjetër, punë e madhe. Ne duhet merremi me pushtetin. Shëndikim do ketë kjo mbi drejtësinë, çdrejtim do ketë kjo mbi spakun, kjo fitore, a na afron me atë Shqipërinë 2030 në BE apo jo. Këto do jenë temat se këto kanë impakt mbi jetët tona. Jo, këto anashkalohet dhe bëhet debati, do javi Valldorejqen Berisha, kur gjithë e din shumë mirë në fakt që ai nuk e jep. E kuptoj. Pra, për ta kuptuar më qartë, pra, edhe pse Rama është në mandatin e 4, Berisha nga 2013 nuk është më në pushtet, sërish fajin e ka Berisha, pse Rama është në pushtet, nëse e kuptova qartë. Po, se ka rritur dhe absurdi deri këtu. Po i vure re, ishin një pjesë të analistëve, komentatorëve që thoshin, dëgjoj, nuk ka fituar Rama, populli e ndëshkoi Rama me votë, se morim pak vota se 2021. Por humbi Berisha, fajsh i Berishës, jo i Ramës. Edhe në fakt dje po shikoja shifrat, jo, Rama ka marrë rreth 90.000 vota më shumë se 2021. Ka shkuar 800 sa mi vota. Dhe prandaj, një njeri që nuk e ka shitur mendimin e vetë, por reket të kuptoj, thot, ore, si ka mundësi një njeri në mandat 4 që vazhdo në rritet, një njeri me Rion Velia në Burg, me Arben Ametaj në Arati, me Alqi Blakon, me Lefter Kokën, me Ilir Begjen gjithë në Burg, dhe u rrit ka. Pra, sa më shumë të vjedhesh, aq më shumë të dash ka ky popë. Dhe thonë, dhe pas kësaj nuk ngrejnë dhe pyetjen tjetër, që, ore, pse në vende normale ku demokracia funksionon, këta njerëz me këto skandale ikin, dhe në vende si Rusia, vetëm Putini rritet. Putini mandat në parë 52%, tani merr nga 80%. Pra, mos jemi më afër putinizmit se sa demokracive perëndimore? Ky është debati që duhet bërë. Po nga që ky debat s'bëhet, e kthejnë ke fajin e Kasalit. Po, në qoftë se PD-ja ka 50 deputet, PS-ja ka 83, tani nuk e ndalon do të mos siç e thatë edhe ju, edhe për projekt ligjet ndryshme ose edhe për kodet, që është një shumicë e cilësuar 83 deputet, shkon drejt 84-s. Ju sugjeroni një lloj PD-je antisistem, kur vetë Berisha është themeluesi i këtij sistemi bashkë me Ramën 2008-ën, ku pola e PD-s është bashkë themeluese në këtë sistem që nga 90-ta,
ç'është një PD antisistem? Pa dyshim që Sali Berisha është një nga shtyllat e këtij sistemi, që 92-shin e tje. Pra, sot ne më e fundit ajo që Berisha e dëgjojmë televizion duke sharë për ditë. Reforma në drejtësi nuk bëj pa PD-n dhe Berisha. E vërtet. Pra, në çdo gjë, ky sistem mban vulën e Sali Berishës. Por çka ndodhur në Shqipëri ndërkohë? Ne kemi pasur një gjë që dikur Fatos Lubonja e quante demokracinë e bandave ose një oligarki pluraliste. Pra ne po shkonim drejt një regjimi oligarkik, por ky regjim oligarkik nuk e pengonte rotacionin e pushtetit. E reja që ka ndodhur në Shqipëri është që ne kemi kaluar nga një oligarki pluraliste në një oligarki autoritariste. Pra, oligarki vetëm e një padron. Dhe ky sistemi ri, oligarkia autoritariste, e ka nxjerr Berishën jashtë sistemit. Dini më njerit thot, këta janë oligarkët e Saliut, këto janë mediat e Saliut, këto janë bandat e Saliut. Dikur Saliu thoshte unë e rrëzoj me demokratët e Laçit dhe të mamurasit qeverin. Sot dhe këto ja ka bler Rama. Pra dhe kriminaliteti ka kaluar i gjithi nga një anë. Dhe nuk është Berisha që me vizionin e vetë ka dal nga sistemi. Sistemi e ka abortuar, e ka nxjerr jashtë Berishën. Ja ka bërë të detyrueshme të qenit një parti antisistem. Duke u shtirur sikur është akoma parti e sistemit, PD-ja thjesht mban disa lidhje nostalgjike, pak financiare me botën e vjetër cilës i ka përkitur. Duke u ndërgjegjësuar që sistemi e ka nxjerr jashtë dhe duke marrë pozicionin e një force antisistem që godet reformë drejtësi, që godet oligarkin, që godet mediat e këtij regjimi, atëherë kjo do ishte më shëndetshme për PD-n, sidomos që është një parti që pretendon që në ADN-n e vet ka ndeshjen me diktaturat. Qoftë se PD-ja e humbet dhe këtë ADN, shumë shpejt do presi vdekjen e vet, them. Për të ndalur në një pyetje të fundit faktikisht për lajmin e sotëm, a mendoni se Spaku do të godas këtë që ju quani oligarki dhe një koment për këtë që Spaku e cilësoi grupi më i rrezikshëm kriminal në Shqipëri, u godit grupi në Durrës, ku ishte DEA, prokuroria italiane dhe Spaku jon. Tani para se të vija këtu, po i hidhja një sy dokumentit të prokurorisë italiane. Është komplet një vepër e tyre, do me thënë mirë ma tha një miku im, këtu Spaku luan thjesht rolin e DL-s, e merr nga Pulja e sjell në Tiranë ose në Durrës, nuk ka bërë asnjë punë. Ajo që ndodhi në fakt, e diskrediton keq Spakun në një pikë, sepse ngritën dhe një task force këta për zgjedhje, që s'bëri asgjë. Që ishte në çdo qark. Që gjasme ishte në çdo qark. Dhe duke pasur njërën palë në zgjedhje, PD-n që thoshte dëgjoj, këta troplinet po na vjedhin vota. Po, e thoshte Berisha. Spaku jo vetëm nuk ndërhyri, por rezulton që enkas mund të ketë ndërhyr pas zgjedhjeve. Pra, vidhin edhe këto, pastaj shkonin në burg. Njësoj si për zgjedhjet lokale u bë me bajrat në Shkodër, që i liruan para zgjedhjeve, i lanë vidhin Shkodrën dhe i goditën më pas. Kështu që unë besoj që ka pasur idiot të dobishëm që kanë besuar ke Spaku, sot edhe këta, po nuk janë të blerë, nuk kanë më as një motiv, sidomos pas këtyre zgjedhjeve, të besojnë të një Spakin ndershëm. Spaku është thjesht një vegël e këtij regjimi, e cila jo vetëm nuk e prek regjimin, se ne një drejtësi që si ka prek kur politikanët kemi pas për herë, e keqe, po nuk i prekte, dhe prandaj që e keqe. Kurse Spaku e ka çuar në një grad më lartë, nuk prek njërën palë, po prek palën tjetër në dëm të pushtetit. Dhe këtu
Prandaj kam marrë thjesht rolin e mashës për shtetë. A nuk e ka frikë, le të themi, maxhoranca që kërkon të kjo përplasja midis zotit Dumani dhe zotit Manja që kërkon ta kontrolloj deri diku të ketë një institucion që të hedhë dritë mbi Spakun? Pra nuk e ka frikë disi, duke parë të debatin që ndodhi pardje? Nuk besoj që ka frikë kjo maxhorancë dhe Edi Rama një gjë që e ka formëzuar për t'i shërbyer. Pra, po të shofësh rezultatin, Spaku Edi Rama nuk ka qenë kur më i fuqishëm, edhe si numër deputetësh po doni se sa në kohën e Spakut. Pra, në kohën e Spakut fuqia e Ramës është rritur, nuk ka zbritur. Dhe një politikan sa do idiot jetë këtë llogari e bën. Atëre, si do presun një dorën që më ushqen apo më ndihmon, kështu që nuk besoj se ka. Pastaj, a ka divergjenca? Patjetër më që ka divergjenca, nëse mbani mend ju këtu e 2-3 vjet më parë, ju përveç Rama një 2 javë me radh Top Channelit, media gjobvënse, media e bler, media që shantazhon për interesa etj. Tani, fakti që Rama thoshte këto, mund t'i mbushet mendja njeriu që Top Channel nuk punon për Rama? Pa dyshim që do ishte qesharake ta thosh. Por, kjo është në ADN-n e diktaturave, që edhe kur ka në dorë, duan të pinë dhe pikën e fundit gjakut, duan të shfrytëzojnë, akoma dhe më tepër. Dhe kjo është dhe fabula e Spakut. Spaku i shërben Ramës, po pa dyshim që Rama nuk është i kënaqur dhe do dhe që Spaku t'i shërbej akoma dhe më shumë. Dhe prandaj janë këto që ne na duken si divergjenca. Faleminderit që ju kisha në studio, zoti Bushati.